pozicionuar në pjesën më veriore të kufit ndërmjet Izraelit dhe Libanit. Pjesa që shohim në plan të parë është vendbanimi i parë ose fshati i parë libanez, përderisa ajo që falendan është muri ndërmjet kufirit, ndërmjet Libanit dhe Izraelit. Pas sulme terroriste të 7 tetorit që kishin ardhur sulme edhe nga ana e Libanit, nga forcat e terroriste të Hezbollahut, këtu kishin ngjarë luftime të cilat nuk janë dalur përkundër faktit që ka patur një marrëveshje të armëpushimit. Në vazhdimsi, forcat ajrore dhe forcat toksore të Izraelit shënjestrojnë forcat terroriste të Hezbollahut, cilët në vazhdimsi janë në sulme sipër në raport me shtetin e Izraelit. Ndërkohë që nga ana tjetër është rrafshnalta e Golanit, të cilën e filmon dhe e fokuson kamermani, përderisa pikat më të larta që shihen atje, jo të gjelbrat, por në ngjyrë hiri, i takojnë territorit të Sirisë. Kjo është një nga zonat më strategjike dhe më të rëndësishme për shtetin e Izraelit.